Tani do flasim për mallar, të flasim për dollarin, do flasim për florirën dhe për ca ndoshta edhe për naftën dhe ca malla tjerë kryesor. Ja, dollari në rënje, po shihem pak këtu dollarin në rënje, tregon që ka filluar ajo fuqia e blerjes të aseteve pak më të rrezikshme, pandaj patëm rritjen e kriptos, patëm rritjen e aksioneve në këto ditë të fundit. Kjo ka ndodhur, kemi pasur ulje këto ditë të fundit të indekset kryesore. Floriri ka pasur rritje, sepse pati shitje S&P, pati shitje dollari, si aset pak më mbrojtës ka pasur rritje, prap të all time high, por për mendimin tim është një zonë konsolidimi. Po dollari nuk ishte që mendoja ndonjë rritje më tepër se sa kaq, te 102 që shikoja unë. Dhe normale që do vinte prapë të një zonë ritestimi këtu dhe shikojmë tani se si do na heci dollari. Shikojmë floririn. Floriri po pëlqen për short prapë, basta kur të rritë 3400 ose 3450. Po atë po shikoj edhe unë shorti i florin pëlqen shumë se shumë i bler. Të çdo orar afat gjatë. Tregon fuqi të blerje për të rritje të tjera. Floriri është në rritje dhe ne do shikojmë ca mundësi për short në javën e vazhdim, po për të parë këto mundësi më shkruani te Telegrami, na ndiqni analizat tona çdo ditë për këto industri dhe tregje. Gjithashtu ju ftoj që të bëheni pjesë e YouTube-it duke na ndjekur media sociale si TikTok-u dhe Instagrami. Në TikTok unë mundohem të ndal live 1 ose 2 herë në javë të diskutojmë tregjet financiare. Telegrami është një pikë që ju mund të bëni pyetje dhe të diskutoni ide të tjera me 1300 anëtar të tjerë që kanë mendimet e veta dhe analizat e tyre dhe ndoshta mund të jetë një ndihmë për ju që të merrni analiza dhe mendime të ndryshme nga persona të tjerë. Çdo link i kemi më poshtë, kemi për Telegramin, për Instagramin, për TikTok, kështu që mund të shkoni te përshkrimi i videos dhe të klikoni në linkun që kemi vënë aty. Mirupafshim, faleminderit gjithë, faleminderit. Okej.